E tani të dashur shikues, është koha për bisedë, do të flasim për shfaqjen Kontesha Arduini, që shumë shpejt do të inskenohet në teatrin Muharrem Qena pranë në qytetin e Mitrovicës. Për më shumë rreth këtij projekti, sigurisht këtu në studio kam regjisoren Marigona Bekteshi Ferrati. Përshëndetje Marigona dhe faleminderit që jeni me ne sot. Përshëndetje juve, emisionit juaj dhe gjithë shikuesve. Shumë faleminderit. Faleminderit. Po Marigona, gjatë këtij muaji, pra keni paralajmëruar inskenimin e shfaqjes tuaj të re, pra me titull Kontesha Arduini. Fillimisht na tregoni se si ju kanë shkuar përgatitjet në përgjithësi dhe a jeni gati për me prezantu këtë produkt final para audiencës? Po, realisht unë po vi për nga prova të shfaqjes, një proces që besoj që është duke ecë mirë, duke funksionu mirë, një proces që po kënaqe me gjithë ekipi, që ajo është shumë e rëndësi. Ka më shumë se një muaj që kemi fillu me provat e shfaqjes, të thotë fillimisht që na kalojnë tek provat, nga provat e tavolinës, tash kemi dalë në skenë, edhe jemi duke i bërë edhe këto përgatitjet e fundit, me qenë se shumë afër kemi edhe premierën e shfaqjes. Një proces i lezetshëm, një proces i këndshëm, një proces që na brenda ekipi jonë jemi të shijueshëm, e që shpresoj që kritë kjo punë pastaj kam emri me depërtu edhe te publiku kjo kënaqësia të cilën na po e kemi gjatë provave, edhe vullneti, energjia për me sjell diçka të bukur te publiku, diçka komike, një relax, disa mesazhe, disa skena interesante. Kjo është ajo që po e karakterizon shfaqjen. Po kur jemi tek mesazhet në fakt, do të ndalem tek përmbajtja e shfaqjes. A ka ndonjë mesazh që keni dashur me përcjell tek publiku? Realisht në këtë shfaqje nuk është ndonjë mesazh kështu i veçantë që unë kam dashur ose du që përmes kësaj shfaqje me përshtu deri te publiku. E rëndësishme është që publiku të merr ata që dëshiron, me qenë se edhe është shfaqja komedi, edhe është një komedi situatave, me quaj situatave të pazakonshme. Një keq kuptim me disa trëndafila, një dëshirë e çifteve të martuar prej vitesh që të arratisen, jo me qëllimin që të tradhtojnë, mirë po që të njihen ende ashtu të rëndësishëm në rrjetet të ndryshme. Dhe disa keqkuptime që janë në shfaqje, po që pa dashur sinqerisht që të përshojmë diçka kështu speciale te publiku. Krejt që kanë edhe unë si regjisore, mirë po edhe si pjesa tjetër e ekipës, që ka duam të përshojmë te publiku është një kënaqësi që ata do ta marrin me vetë, të qeshin, të argëtohen, edhe që ata do ta marrin me veti pas përfundimit të shfaqjes. Kjo është ajo që shpresojmë këtë qëllim e kemi. Po çfarë mendon se e veçon këtë shfaqje dhe si mendon se do të pritet tek publiku kosovar? E veçanta e kësaj shfaqje, më me thonë që nashta është kjo kasta aktorëve, të cilën e kanë përzgjedh me një dashuri shumë të madhe, edhe që secili më me thonë që përbën një karakter të veçantë, ashtu siç është personalisht karakteret të ndryshme, mirë po edhe karakteret të personazheve të cilat veç jemi duke i punu tash në skenë. E veçanta tjetër, më me thonë që kam kalu tash pak nga stili modern cilin e kam punu deri tash, jam kthy si regjisore pak tek stili klasik. Pëlqen stili klasik që punohet në teatr, edhe kam dashur edhe me provu veten edhe tek stili klasik. Të shohim se çish po funksionon tash veç se jemi në provat e skenës, me ndryshim, me kostume, duke u kompletu shfaqja. Edhe besoj që kjo është ajo karakteristike që në publiku, jo vetëm i Mitrovicës, por gjithë Kosovës, ka me pas mundësi me pa te kjo shfaqje. Diçka më klasike, një teatr, një humor, kisha me thonë, më klasik, një humor pak më fin. Po, ta shohim. Duket që e zgjedhe kështu fjalën e duhur. Po, përse zgjodhe pikërisht këtë projekt, pra që është shfaqje e autorit italian Aldo De Benedetti. Çfarë të ka tërhequr ndoshta më shumë për ta zgjedhur këtë shfaqje, pikërisht këtë? Shihe, është e viteve 1930, do thotë kur kthehemi në kohë shumë që është
kogja vite që De Benedetti ka shkruar këtë komedi, brillanti kisha me qenë, cila shumë aktuale e kohës së sotme, edhe gjithmonë ka provoku kjo vepër, po gjithmonë e kam prit një moment të veçantë që me realizu edhe me inskenu në skenë. Është e çuditshme si qysh, domethënë, gjithë ato vite, sidomos Italia që dallojnë kogja shumë edhe nga kulturat, mirë po ka shumë gjana ndodhi brenda, ka shumë storje brenda të cilat i gjejmë edhe na sot. Por çka më ka pëlqyer më shumë te kjo vepër, edhe që më ka provoku që ta inskenoj, ka qenë ajo komikja e cila, siç e thash, është shumë fine. Do thot publiku do të qesh me situatat e krijuara, mirë po është e çuditshme edhe që mua më pëlqen se si autori ka ditë ruaj marrëdhëniet e personazheve, edhe të ruaj gjuhën edhe të dramës, mirë po tash në që inskenojmë, do thot të kemi një gjuhë në skenë, gjuhë skenike, kogja të artikuluar mirë, edhe pa ofendime, pa fyrje, do thotë e kemi një standard kogja të lartë të marrëdhënieve ndërmjet këtyre personazheve, edhe gjuha e cila do thotë është karakteristike edhe që e bën të veçantë këtë autor. Po, dhe autorin. Po, e di që ke pasur edhe prapa vetës njerëz që ta kanë lehtësuar sadopak edhe punën tuaj. Shumë kisha. Si do ta vlerësoje edhe gjithë bashkëpunimin pra me ekipën në përgjithësi? Që janë prapa jush. Po, një ekip e mirë, aktorët e mirë, drama e mirë, edhe pjesa tjetër, do të mund të them që është suksesi, rreth 50% suksesit do të thotë e kemi aty, kështu që unë veç e di që e kam. Janë aktorë të teatrit të rezident të Mitrovicës, Mirsad Ferrati dhe Artan Hetemi. Kemi marrë edhe 2 aktorë të mrekullueshme nga qyteti Prishtinës, Qëndresa Jashari dhe Arnor Noha, që jam mundu do të që ta kompletoj, si që thashtë dhe fillim dhe më thonë karaktere të ndryshme njani me tjetërën, edhe që në skenë do të se cili për sjellat energjinë e vetë edhe ato karakteristikat të cilat i bëjnë ta persona. Pjesa tjetër sigurisht që ajo backstage ose punat që ndrojmë mbrapa është shumë e rëndësishme. Gzim Hasani është asistent regji ose tash unë po e quaj edhe korregjisor sepse gati vit se jemi aty. Gjithashtu është edhe që për kujdeset edhe për muzikën e shfaqjes, do thotë ka vite që bashkëpunojmë në këtë çështjen e pjesën e muzikës së shfaqjes, kompozimit. Petrit Bakalli, një prej skenografëve më të mirë që ka Kosova, do thotë e ka realizuar skenografinë e shfaqjes. Profesoresha Aferdita Statovci është ajo e cila kujdeset për kostumet e personazheve, domethënë besoj një ekip, kogja e mirë, kogja profesionale, po pa haru edhe menaxhmentin e teatrit, edhe sidomos punëtorët e skenës, nga ndriçuesi deri atë rekviziterit që janë vazhdimisht aty edhe që po punojnë. Do thotë nëse e llogarisim në numër, më i them që jemi mbi 20 vetë që po punojmë pa ndalë. Pa ndalë, që të sjellim një premierë më 27 mars në ditën botërore të teatrit. Keni zgjedhur një datë duket shumë të mirë kështu edhe për me përshtat me ditën e veçantë. Është realisht teatri Mitrovicës gjithmonë të ejtën e ka dita e premierave që jipen, do të është një ka vite që funksionon ashtu. Pas ka ndodhur rastësi. Rastësi, për fatonin, do të e ejtë ishte pikrisht dita botërore të teatrit edhe vendosëm që publikut t'i sjellim pikrisht një premierë pikrisht në ditën botërore të teatrit. Të flitet, të thotë, jo vetëm për ditën botërore të teatrit, po që njerëzit edhe ta shijojnë. Ta festojnë pak më shumë. Sigurisht. Po, kur jemi tek këto shfaqje të tilla, por edhe ngjarje në përgjithësi që kanë të bëjnë me artin, sa po shihni ndoshta edhe interesim tek njerëzit sa i përket këtyre ngjarjeve? Dhe apo prisni në këtë rast edhe numër të madh vizitorëve vinë dhe ta shohin shfaqjen? E mira, do thotë në të gjitha shfaqjet e mia, gjithashtu guxoj ta përmend edhe festivalin tradicional të komedisë Mitrix Fest. Ne
stërmbushën sallat. Nga njëherë duhet dhe t'i kërkojmë publikut që t'lirojnë sallën, ose duhet si tem t'a bëj me duke rezervu vendet. Kjo është e mira që teatri, më thonë, edhe në shfaqjet, do thotë nuk na mungon publiku. Publiku i Mitrovicës e don teatrin dhe i don shfaqjet. Besoj që edhe kësaj here ka me qenë e mbushur teatri, edhe i ftoj do thotë që me datën 27 nga ora 8 në teatrin Marem Qena në Mitrovicë ta shohim së bashku një komedi shumë të veçantë. Ndërkohë, Marigona, për ata që ndoshta nuk e din, ju jeni bashkëshortja dhe aktorit të njohur Mirsad Ferrati. Po ju bashkëpunoni me të, do të thotë, jashtëzakonisht shumë, kontriboni për qytetin e Mitrovicës, kur ka të bëj, do të thonë, këto raste dhe kur ka të bëj kultura dhe arti në përgjithësi. Po mendoj kjo është shumë e rëndësishme për ju, apo? Po, është shumë e rëndësishme dhe është e veçantë, sepse jemi të një profesioni. Mundohemi që çdo projekt me bashkëpunu shumë. Jemi dy kritik. Në kuptimin e një të fjalës, po e plotësojmë njëri tjetrin edhe provojmë do të thotë që t'i shohim gjanat nga këndvështrime të ndryshme, të këshillohemi. Besoj dhe shpresoj që jemi duke punu për artin dhe kulturën së pari në qytetin tonë dhe pastaj pse jo edhe jashtë. Deri tash po funksionojmë goxha mirë dhe në këtë shfaqje jemi bashkë. Të shohim edhe projekte tashme, shpresoj që të mos ndalemi. Ta kemi shëndetin së pari dhe pastaj puna vjen. E përmende pak edhe festivalin tradicional të komedisë, po besoj tashmë vetë se jeni duke mendu për edicionin e radhës, apo jo? Po, gjithmonë, shumë punë, një këtu. Këtë vit është edicioni i 15 i festivalit, që që këtë vit, sikur kemi fillu pak ma herë që nga janari që të mendojmë se si do të asjellim këtë edicion. Jemi duke u përgadit, besoj që ka me qenë një edicion pak ma special, të pas parasysh që bëhen 15 vite që mbijeton festivali dhe si cilën vit është duke u rrit. Dhe shpresojmë që këtë vit do të cilëm diçka të bukur, na jemi të punu këgja shumë këtë drejtim, vetë se kemi fillu që të kontaktojmë shfaqje, kontaktojmë njerëz dhe gjitha ajo pjesën e kemi shumë të rëndësishme. Kështu që jemi rrugës edhe për edicionin e 15 Mitrix Festit Mitrovicë. Po si ja bën, Marigona, që t'jesh njëkohësisht dhe një nënë e përkushtuar dhe goxha aktive në punë, pastaj je duke kryer edhe doktoratën, postdoktoratën, pra e dytë në Hollywood, vlerë seket. Si po ja del? Kjo pyetje është atë që më besa mbaj mend, një milionere kam pyet. Ka ta mos më pyetni si kam bërë milionin e parë, tjera t'ju tregoj. Ju tregoj më vonë. Edhe unë këtë nuk e di. Me shumë mund, vullneti do të tash, unë erdha nga Mitrovica, përfundova provat, shkova në shtëpi, ndrova, sepse në prova unë kryesisht rri me atlete, më përshtatshëm edhe mundohem që, sepse lëvizjet në skenë, dhe është e pamundur të rish është të ulëm tamam si regjisore, sepse regjisori duhet të rri kështu, po unë e kam pamundur. Duhet të improvizosh edhe ti diçka. Duhet të jem edhe në aty nga njerë, kam nevojë ta ndëgjej edhe frymarrjen e aktorëve ose ndaj paknatësi që mund ta kenë. Dhe do të thotë kështu, unë nuk pres, do të thotë, ka njerë mendoj që para prij duhet ta bëj, duhet të vi, edhe kështu, po për kushtimin, pase dashuria për diçka që don me bu, po i mbrij, njëherë për njëherë, derisa të lodhem, kur të lodhem, besoj që do të shkoj duke reduktu. Po, ajo është me rëndësi kur ke vullnet dhe e don atë që e bën, ajo është e rëndësishmja. Po për fund, cila do t'jenë edhe plane tutje që ju presin gjatë vitit 2025, e dim që së shpejti do t'jesh edhe pjesë e festivalit ndërkombëtar të monodramës në Tunis, apo jo? Po, ky është plani tash më i afërt, do thotë në Tunis do t'jem musafirë nderi festivalit, do thotë festivali dhe shteti Tunisit do të ndërrojnë veprimtarinë time artistike atje. E kam thënë edhe ma herë, do thotë ende nuk ka asgjë konkrete, sepse janë duke marrë me viza, tu pas parasysh shteti Tunisit përveç se ka njohur Kosovën. Ka probleme edhe me pasaportat tona. Shpresoj që do të arrijmë të gjejmë një që të depërtojmë të shkojmë atje.
Janë edhe disa pjesëmarrje të cilat veç se i kam konfirmu, tek Stella Adler më duhet jem prap, do thotë gjatë 2 muajve të verës. Më duhet jem fizikisht, do thotë që të bëjmë edhe këtë pjesën përfundimtare të studimit të postdoktoratës. Janë edhe disa festivale kështu aty, po që do të presim që t'i konfirmojmë zyrtarisht, me qenë se duhet kemi kujdes nga fjala publike. Po, sigurisht, por një gjë e di që je gjithmonë e mirëpritur këtu në Koha Vizion, flasim për sukseset e radhës tuat, planet dhe gjithçka tjetër. Faleminderit shumë që gjete kohë me qenë pjesë e Ekspresit dhe erdhe nga Mitrovica direkt këtu në Prishtinë. E vlerësojmë shumë dhe je gjithmonë e mirëpritur. Faleminderit shumë, për mu ishte kënaqësi, më duket që gjatë bisedës me producent tash, është hera parë që do vinë në Ekspres, u kënaqa. Shumë faleminderit. E mësova rrugën, kështu që do vi më shpesh. Tash do të vish më shpesh. Faleminderit shumë Arigona. Faleminderit.